konstitucional ndaj drejtësisë. Partia Socialiste nuk do t'jap autorizimin për heqjen e mandatit të deputetes Belinda Balluku. Vendimi u bë me dije në mbledhjen e grupit parlamentar ku Ulsi Manja paraqiti dhe qëndrimin zyrtar të socialistëve. Rrëzimin e kërkesës për uriposashme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku, mosdhënien e këtij autorizimi. Manja deklaroi se SPAK nuk paraqiti fakte reale, se dëshmitarët u intimiduan, apo se deputetja Balluku ka rrezik të largohet nga Shqipëria. Deputetja Belinda Balluku ka një mas sigurimi personal, atë të ndalimit të daljes jashtë shtetit. Prokuroria e posaçme po heton lirisht dhe nuk po pengohet në ushtrimin e kompetencave kushtetuese. Në fjalimin përpara deputetëve socialist, Rama tha se Balluku nuk është akuzuar as për vjedhje dhe as për korrupsion. Ndaj saj është ngritur një akuzë që në vitin e shkuar, jo për vjedhje, jo për korrupsion, po vetëm për dyshimin e arsyeshëm se në cilësinë e ish-ministres infrastrukturës dhe energjisë ka kryer veprën penale pa barazi në tendera. Mëtej kryesocialisti deklaroi se nuk do të shkel fjalën e dhënë për të marrë në mbrojtje personat në nënhetim nga drejtësia. Nuk kam jo e jo ndërmend ta shpalt pafajshme për çka akuzohet apo të shkel për të vijën e kuqe të cilën e kam vizatuar përpara deputetëve në këtë sallë të nesërmen e miratimit reformës në drejtësi dhe që vlen për të gjithë njësoj. Raporti final i socialistëve, si dhe ai i demokratëve që kërkojnë heqjen e imunitetit për Ballukun, do të votohet në seancën plenare të planifikuar këtë të enjte në 12 mars.